Sot kemi një Temu haul, janë të gjitha produktet që unë i kam marrë me 0 euro. E kam hapur pakon si që shikoni, disa i kam parë, por që disa nuk i kam testuar akoma dhe thash pse jo, ti testojmë këtu tani së bashku. Doja t'ju rikujtoja nëse doni të përfitoni edhe ju produkte me vlerën 0 euro, po ju lë kodin tim këtu sipër që ta kërkoni në search dhe keni produkte 3 deri në 10 produkte me vlerën 0 euro. Pa humbur kohë, t'ju tregoj pak çfarë kam zgjedhur unë. Produkti i parë janë mikrofona. Në fakt edhe në YouTube më kanë kritikuar në thonjza që pse nuk përdor mikrofon, të jetë zëri më i mirë, më i pastër. Dhe thash, ok, po e marr këtë tek Temu, edhe ta testoj në qoftë se ja vlen apo jo. Atëherë e hapim bashk. Janë dy mikrofona, edhe gjithashtu vinë me këtë pjesën si kapuç që mos të ndjehen këto zhurmat e forta apo era kur je jashtë. Gjithsesi unë do e provoj tani edhe pse jam brenda. Nuk është se ka zhurma, por që besoj zëri do vi edhe më i pastër, kështu që ta testojmë së bashku. Ok, unë e vendosem mikrofonin edhe nuk e di me thënë të drejtën si dëgjojmë aty, por që uroj shumë që të dëgjojmë më mirë edhe më pastër dhe të vazhdojmë pjesën tjetër të videos me mikrofon. Ja ndryshova pak pozicionin, duke qenë se këtej kam flokët edhe nuk duaj që të bëj atë zhurmën kështu. Dhe të tregoj gjatë çfarë kam marrë. Tjetër kam marrë një gushore për aurën, në fakt kam bler shumë gushore, i kam aty, nuk ja përdor për arsye se i tërheq shumë vëmendjen kur i vendos gushoren dhe përpiqet ta tërheqë ose ta fus në gojë, kështu që sikur shpërqendrohet pak nga ushqimi, por që gjithsesi e mora këtë që ta kisha, më pëlqente shumë këtë si lepurush. Tjetër, çfarë kam marrë unë me 0 euro? Siç e shikoni, këtu është një aspirator për plurat e thonjve. Kush më ndjek rregullisht di që unë thonjt i bëj vetë në shtëpi, kështu që më duhej patjetër një nga ky aspiratori për të thithur plurin e thonjve, sepse nuk bën pis edhe të ndihmon gjithashtu për të bërë një punim akoma më të pastër. Kështu që kjo vetëm për 0 euro. Patjetër që do merrja edhe lodra për aurën. Shikoni pak, kjo ecën kështu. E rrotullon këtu mbrapa. Edhe ecën. Çfarë ka marrë? Çfarë është ky? Ky është një portofol në pamje të parë, por shikoni. Brenda është një set me penjë edhe gjypëra, gërshër, nga këto gjypërat e flamurit, paramande, kapulla, është edhe 1 metër, gjithashtu është i vogël, kështu që mund ta marrësh edhe me vete kur lëviz, por që i ka edhe të gjitha ngjyrat. Kur do më duhet që të qep të një gjë, nuk është se më është dashur, kur mos thuaj kur mund të më duhet një ditë dhe e përdor. Po ju lë gjithashtu edhe një video të një lodre tjetër që kam marrë për aurën. Në kuti nuk është se dallohesha fare çfarë ishte, kështu që e kam hapur, e kam mbushur me ujë dhe mund ta shikoni tek video tani. Unë kisha të kro. Po janë xhama për telefonin. Këto i kam për telefonin e Nikos. Edhe këtu ishin 4 xhama. Gjithashtu vjen brenda dhe me këto letra që mund ta fshish telefonin më përpara që ta vendosësh sa më mirë. Dhe fundit është prap një lodër për aurën. Në fillim mendova se më kishte ardhur me këtë si Luan, por që jo. Jam fiksuar unë më tepër me lepurusha dhe me ngjyrën roz, por këtë nuk e kam testuar akoma sepse kjo donte bateri dhe nuk e kam hapur këtë pjesën mbrapa që ta shikoja. Këto ishin të gjitha gjërat që unë kisha marrë me 0 euro tek Temu, po ju lë edhe kodin tim edhe një herë këtu sipër që të klikoni dhe të përfitoni edhe ju produkte me 0 euro, pse jo.